ftuar e radhës është Anisa Duriçi, e cila sapo ka dalur nga She's on Top. Ajo do të na flas pak për eksperiencën, sfidat dhe për jetën e vet personale. Sot kemi në studio Anisën. Anisa, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Përshëndetje dhe shumë faleminderit juve për ftesën. Anisa, ti je një vajzë shumë e bukur. Faleminderit shumë edhe ti je akoma më e bukur. Unë doja të di për She's on Top. Ti vjen nga formati She's on Top. Po. Si e kishe me dëshirë, si nisi? Atëherë, duke qenë se është një emision që ndiqet shumë, sidomos nga vajza adoleshente edhe le të themi moshataret e mia, unë e kisha ndjekur shumë si emision dhe më pëlqente goxha. Dhe kjo ishte një ndër arsyet që unë vendosa të marr pjesë. Plus duke qenë se unë kisha krijuar tashmë një audiencë nga TikToku, kisha goxha njerëz që më njihnin dhe doja që ajo audiencë që kisha të zgjerohej akoma më shumë nëpërmjet emisionit të She's on Top. Dhe të njihnin një anë tjetër time, le të themi, përveç videove të TikTokut, që mund të jenë pak fani apo diçka ndryshe nga emisioni. Ti në TikTok merresh me reklama? Po, bëj bashkëpunime, bëj content për profesionin tim si estetiste, bëj më tepër video, le të themi, për qef, gjëra gocash. Si nisi kjo dëshira jote për të bërë video për qef në TikTok? Dhe a prisje që të bësh një wow në rrjetet sociale ku ti je i njohur? Të them të drejtën, jo aq shumë. Unë kam bërë video që e vogël që 14 vjeç. Madje akoma më e vogël, kam një video akoma në TikTok kur kam qenë 9 vjeç, që bëja make-up për festën e abetares. Po ta shohin njerëzit atë, është e sigurt që do më bëjnë meme, po megjithatë unë kam bërë meme vet, para se të bëjnë tjerë. Ke problem memet para gjykimit, jo, jam mësuar të them të drejtën, se edhe në She's on Top, në momentin që jam eliminuar, edhe kur isha në emision, jam gjykuar jashtëzakonisht shumë për ecjen time, për mënyrën se si qëndroj. Por doja t'ju them që jo çdo gjë është ashtu siç shikohet në kamera. Është vërtet që unë e di që ecja ime nuk ishte aq perfekte dhe aq shumë e mirë, por njerëzit duhet të kuptojnë që përveç asaj që është në kamera ka diçka tjetër shumë më të madhe mbrapa, dhe patjetër që arsyeja sepse postura ime dhe ecja ime nuk ishte aq mirë, është për shkak të një problematike shëndetësore, të cilën nuk është se doja ta përmendja në emision që të dukej si justifikim apo viktimizim. Por në një moment të dytë edhe mund ta them. Mund ta thuash këtu tek ne. Okej. Problematika që un kam është skolioza, madje qershori është muaji i ndërgjegjësimit të skoliozës. Është një deformim i shtyllës kryqëzore, le të themi, që prek vetëm 2 deri në 3% të popullsisë. Dhe me këtë rast doja t'ju thoja çdo kujt që po kalon të njëjtën gjë si unë, që duhet kujdesen sa më shumë për veten e tyre, mos ta ngarkojnë veten me strese të tepërta, se dhe ajo është një arsye shumë e madhe dhe pse ne nuk e kuptojmë. Stresi që kemi ndikon shumë në trupin ton dhe çdo gjë që ne kalojmë. Dhe kaq, mos ta vrasim mendjen për gjëra që thon njerëzit. Anisa, je një vajzë e mrekullueshme dhe shumë e fortë. Edhe e vlerësoj. Shumë faleminderit. Jam në fakt, nuk e di as vet, po shumë gjëra i kam kaluar shumë mirë edhe me fort. Kujt i ke ngjarë ti me këtë forcën që ke? Mamit, babit. Je bërë mix nga të dy, e ke marrë. Po. Edhe prindrit e mi kanë ndaluar shumë gjëra, edhe realisht ata janë shumë të fortë dhe besoj këtë gjë e kam marrë nga ata. Edhe ne dibranët jemi të fortë. Ne jemi të fortë. Dihet ajo. Atëherë unë dua të di konkretisht për çfarë hyre në She's on Top. Për një eksperiencë, për famë, se ti tashmë ishe pjesë e famës, por normalisht kur futesh në kompeticione të tilla e merr famën pak më shumë. Po, siç thash, unë një audiencë kisha nga TikToku dhe doja thjesht që këtë audiencë ta zgjeroja pak më tepër. Edhe She's on Top realisht më ka ndikuar, do s'do, edhe pse unë kam qëndruar vetëm 3 puntata, ka ndikuar goxha. Madje mund të them që pas eliminimit, kam pas akoma më shumë audiencë se sa ç'mund të kenë gocat që janë aty akoma. Këtë ju kam thënë edhe sy gocave. Edhe prapë në sy po thu drejt për drejt. Këtu para kamerave. Domethënë në çdo emision, në çdo lloj kompeticioni që ti merr pjesë, mjafton që emri jot të përmendet, qoftë për mirë apo për keq. Ti mos sot nesër do bësh bum. Gjëra shumë herë më të mira do vinë. E prisje këtë bumin që morë pas daljes së She's on Top? E prisja, po edhe se prisja kaq shumë. Po çfarë mendon se të cilëson nga të tjerat që ti bëre këtë bumin dhe ato që janë akoma në She's on Top nuk e kanë këtë bumin siç e ka Anisa? Do shta ka që jam reale, i kanë thënë gjërat siç duhet, drejt për drejta dhe jo... Nuk jam munduar që të bëj skandale,
që unë të dalë, domethënë të marr vëmendje. Vëmendje mund ta marrësh shumë mirë edhe pa bërë skandale, duke qenë vetvetja, duke bërë gjëra që të karakterizojnë ty. Tani unë dua të di troç fare. Sa reale ke qenë në Shizon Top? 100%. Nuk kam bërë asgjë, domethënë, kisha mundësi që të bëja drama në mënyrë që të merrja pak më tepër vëmendje, por ajo është një mënyrë vëmendje e keqe. Dija dhe unë që të bëja meme, po nuk dua të bëhem e famshme për meme. Nëse janë benefite edhe këto po u bëre famshme për meme. Po nesër pas nesër do të mbajnë njerëzit mend si një meme. Një meme. Anisa që u bë meme. Tani kam bërë një meme me një patriot. Ka peshkopia. Mbaj njerëzit patriote. E bukur. Më pëlqen vibe-i që ti ke. Më pëlqen që je gocë e chiltër. Dhe më pëlqen që je realiste. Sot është vështirë që në ekran apo kudo qoftë të jesh realiste. Dhe njerëzit mendojnë se kanë frikë të përballen me një realiste. Po sepse dhe nuk e duan. Po, shumicat në ekran mundohen të tregojnë pjesë tjetër. Domethënë shumica e gocave VR dhe të goca që ishin aty, shumica e gjërave janë fasad, domethënë janë gjëra të mirë menduara me njëra tjetrën që të krijojnë, le të themi, situata, por nuk është gjë e mirë. Sepse mendoj sa më reale ti jesh aq më tepër të do publiku. Ti vërtet mund të marrësh ca shikime më tepër, 10 shikime më tepër. Po nuk do të jetë mirë për të ardhmen pastaj. Nëse ti edhe ironitike të bukura, si më qen nga dimra. Dhe pra. Okej, po çfarë mësove nga Shizon Top? Çfarë mësova? Pra që duhet jem reale, sa më shumë. Mos krijoj situata që nuk duhen, mos futem aty ku mua nuk më takon. Që mos të dal nga vetja, po. Nëse edhe po doli nga vetja, të dalësh brenda kornizave është normale. Po, brenda kornizave jo ta teprosh që të dilja unë keq. Ti ke ditë të lozësh. Po. Po, do me thënë dua të di, cila ka qenë eksperienca jote më e bukur dhe më e keqe në Shizon Top? Një eksperiencë tepër të keqe nuk është se kam pas, të them të drejtën. Unë e kam shpreh dhe aty që nuk është se isha për modeling apo për mis. Nuk jam për modele, se për modele duhet jetë gjatë. Unë jam 1.60. Po ti je e bukur, i përmbush. Po, prap, edhe gjatësia është një kriter për modele. Domethënë, unë shkova thjesht për eksperiencë ndryshe. Unë jam një person që duhet provoj sa më shumë gjëra në jetën time. Dhe kjo ishte një nga ato gjëra që e kisha me qef me kohë që ta provoja, dhe thash, okay, pse jo, mundësit i kam, pse mos ta provoj. Familja të mbështeti? Si e ka parë rrugtimin tënd? Familja ime, edhe pse ti brane, i kam shumë të mirë dhe realisht më suportojnë për çdo gjë dhe doja t'i falenderoja pafund. Jam shumë e fat që i kam edhe patjetër që i dua shumë, sepse normalisht ka dhe goca që nuk e kanë suportin nga familja, edhe realisht më vjen shumë keq. Por unë shqyr zotit e kam pas, edhe i kam krap për çdo gjë që unë dua të bëj. Që një fëmijë të ketë familjen pas, shtyr, që të ndjek ëndrat e veta. Po, sepse ke akoma më shumë kurajo pastaj për të vazhduar. Ç'bëhet me gocat e Shizon Topit? Ke marrëdhënie me ndonjërin? Nuk është se flas të drejtën, edhe ato që flisja më para, unë nuk jam tip që krijoj shoqëri, edhe aty nuk doja të krijoja vetë shoqëri, normalisht i mbaja raportet shumë mirë me të gjitha gocat, se s'doja të krijoja debate, shere kot pa lidhje në televizion. Por një farë shoqërie jo, sepse nuk është se ja vlente aq shumë, jo të gjitha ishin aty ku jam, nuk e kishin atë kapacitet, si thuash. Janë goca të mira, për aq kohë sa kam kaluar me to, ja kam kaluar shumë bukur. Por për shoqëri nuk është se kam krijuar diçka. Është shumë e vështirë të krijosh shoqëri në një program, po, plus që është kompeticion, që normalisht jenë është konkurrencë. Po, jenë konkurrencë me njëra tjetrën. Kush ishte rivalja jote më e madhe aty? S'kisha rivale, unë të lutem shumë. Po, kush mendon se e meriton? Tani nuk do të përmend emra, që mos i japim vëmendje. Okej. Domethënë nuk e meriton asnjëra. Jo, se ka goca që janë shumë të bukura edhe e meritojnë që të jenë pjesa ati emisione. Ka goca që japin shumë. Aty ke pas dhe një Dibrane tjetër? Po! Jo, kemi shku shumë mirë, madje para ca ditësh e takova është shumë e mirë. Domethënë unë flas me gocat, jo se s'flas fare. Po shoqëri kështu nuk kam. Po e pash në rrugë, normalisht që do i flasë, s'do bëj sigurisht nuk i njoh. Me Dibrane tjetër është Giselda. Po, që shumë është komentuar. Shumë mirë kështu.
është komentuar shumë si arrogante. Po, është komentuar shumë, po nuk është. Domethënë paktën me mua nuk ka qenë ashtu. Se dhe gocat e tjera domethënë ju duke ashtu, po mendoj si të sillesh me njerëzit. Ashtu ta kthejnë. Edhe në Dibranet jemi pak drejt për drejta. Po, është mirë. Sa durojnë shumë, po. Po, si të Plus duan. edhe nga origjina nuk na përfillin shumë. Nuk na kanë shumë qejf. Po, si të duan. Ne jemi të mira. Të ëmbla, shumëtore. Po, pak të egre, po s'ka gjë. Po të shije gërsia ka Po, duhet. Lezetin e vet. A është fama aq e bukur sa duket nga jashtë Anisa? Është, të sjell shumë benefite, sidomos për gjëra që ti do të arrish në jetë, të sjell goxha benefite. Domethënë është shumë gjë e mirë. Pas daljes nga ekrani, a ndjeve se njerëzit nisën të trajtonin më ndryshe? Për mirë, Për mirë, për keq. po, për mirë po. Për mirë, ka benefit. Edhe gocat që kisha shoqe më para, vazhdo duke më shkruajt. Se zakonisht gocat janë xheloze kur të shohin se je mirë nuk të shkruajnë. Edhe janë njerëzit e tu që të komentojnë negativisht gjithmonë. Këtë e kam vënë re, domethënë, që kur kam hedh videon e parë që unë do isha pjesë e She's on Top, nuk të uruan. Jo, fare. Qa urimi me? Fare. Qa është kjo zero? Jo. Fisi. Fisi po. Ato të afërmit. Po them për shembull goca që unë kisha shoqëri, nuk është se madje ato që kisha shoqëri kur futa te She's on Top i vazhdon të kështu, nga si Lia normalisht nuk është se tu hap në Instagram fake. Ajo dihet. Me çfarë do komentojnë tani ato me Instagram Po, është shumë, domethënë është e turpshme. S'mund ta shuajmë të turpshme se secili ka karakterin e vet, po domethënë mos mbështesi femra femrën është kulmi. Sot është shumë e vështirë gjejmë një shoqë apo dikoj që të mbështesi. Bëhet fjalë për gjininë femërore. Më tepër të suportojnë goca që ti as nuk i njeh fare, sesa goca që ti ke shoqë që ke kaluar shumë kohë me to, apo e vërtet e hidhur. A mendon se reality show japin famë më të shpejt? Më të shpejt. Se ndritët unë më tepër famë ose audiencë kam pas nga TikToku. Më tepër aty e kam bërë atë booming kështu. Edhe goca që më njihnin, domethënë më tepër nga TikToku. Edhe kur jam fut aty, të gjitha goca që ishin pjesë e She's on Topit më kishin parë në TikTok, edhe unë realisht u kënaqja shumë. Është mirë ajo. Po, është shumë kam parë diku. Kur të njohin, po. Nuk po e them se shumica e njerëzve mendojnë që është si mendje madhësi apo kujton. Po është gjë shumë e mirë kur ti takon njerëz dhe ata thonë që ti të kanë parë diku. Domethënë ata të kanë ndjekur krijon që kanë po. Se ka edhe nga ato që të kanë parë. Edhe ju ke lënë një përshtypje të mirë përderisa të kanë mbajtur mend. Ka edhe nga ato që të shikojnë dhe thonë po kush është kjo. Po, patjetër ka pas edhe njerëz që për shembull kanë parë në TikTok edhe kur më kanë parë live më kanë parë gjithë natë. Sikur çfarë ju kanë bërë. Çfarë u ke bërë? Jam shumë mirë, nuk bëj gjë. Je angjëllore ti. Jam angjëll. Ti Anisa, e heqim të çik She's on Top tani? Heqim. Se jemi te vibe. Po. Edhe na ndiqni. Vibe me Kleakicën. Ti je estetista. Po, kam 4 vite tashmë që bëj këtë profesion. Çfarë të shtyll të merresh me këtë profesion? Të them të drejtën ka ardhur si diçka shumë spontane. Kam qenë 17 vjeç në atë kohë kur kam zbuluar. Kam qenë duke kërkuar për fustan mature në atë periudhë dhe pash një njoftim që kërkonin estetiste. Unë dija që të bëja thonjt në atë kohë. I di akoma po nuk merrem me to. Edhe, shkova pyeta unë. Ishte puna e parë, nuk është se kisha nevojë të punoja, por që i kisha vënë vetes synim që gjatë verës do punoja, se që të shtyja dhe si çdo moshatar, po. Edhe, bëj këtë intervistën edhe më thotë që duhet të bësh pastrimet e fytyrës. Unë atëherë të them të drejta nuk e dija që kjo gjë ekziston. Madje sot shoh goca që janë 14-15 vjeç dhe i din. Unë se kisha iden fare. Dhe aty i mësova, bëra disa kurse, domethënë nga kjo kërkimi i fustanit të maturës, gjeta punë edhe mësova shumë gjëra që nuk e dija kur që unë do i dashuroja. Çfarë do i dashuroja? Çfarë dashuron më shumë në këtë profesion? Dashuroj mënyrën se si bëj goca të ndihen, sepse më vinë shumë goca që janë të pasigurta nga problemet që kanë me lëkurën, dhe unë e kam kaluar edhe vetë një periudhë të tillë me një infeksion lëkure që është impetigo, edhe di se sa e vështirë është që të kesh akne, të kesh një problem me lëkurën, se në goca do të ndikon pak ndihesh e pasigurt. Edhe më pëlqen shumë që pas trajtimit
fjalët që më thonë që ndihen shumë mirë rezultati, kur shikojnë rezultat, domethënë çdo klienti im ka parë rezultat, po them që kur më thonë kënaqem shumë realisht. Kjo është gjëja që të bën më shumë të lumtur në profesionin tënd. Do të di se cili është trajtimi më i kërkuar sot nga vajzat. Atëherë në sallon ne bëjmë shumë trajtime, bëjmë pastrimet e thjeshta, HydraFacial, BioRepeal, domethënë këto janë më të kërkuarat. Por që BioRepeal është një trajtim që po bën revolucion në Shqipëri, është një trajtim që ka hyrë shumë fuqishëm, edhe që realisht ja vlen sepse shikon shumë rezultat. Edhe është më i kërkuari. Tani vin klientët për të kujdesur më shumë për veten apo vin me një foto ose e kanë parë në Instagram edhe dua të bëjmë si kjo? Nuk bëj fillera botoxon. Ç'a bën ti? Vetëm pastrime fytyre. Okej, cilat mosha vinë më shumë në klinik? I kam nga të gjitha moshat, siç thash dhe më parë, dhe gocat 14-15 vjeç Vin. I din, po. Mi shohin në TikTok video që hedhun për pastrimet e fytyrës edhe më shkruajnë, edhe vin. Ka goxham, janë, domethënë, ka shumë llojshmëri moshat, i kam gjitha. Kam edhe moshatarët e mamit tim, 40-50 vjeç. Mamin tim e kam klientët përhershme. Sa mirë. Kujdesesh për mami. Po. Të kalojmë pak tek jeta reale dhe jeta e kamrave të rrjeteve sociale. Okej. Si është jeta reale? Unë jam munduar që siç jam në jetë reale të jem edhe para kamerave. Siç jam edhe këtu tani, domethënë njësoj. Unë mendoj se rrjetet sociale dhe kamera janë gjithmonë fasadë. Jo gjithmonë, varet se çfarë do ti tregosh. Nëse ti do të tregosh një anë tënde të mirë apo një anë që njerëzit do të admirojnë, patjetër që duhet të tregosh atë që siç je në jetën reale, jo që të krijosh një personazh me veten që njerëzit të luajnë me ty. Doja të di se sa dyrë tu hap ndonjë derë re pas daljes tate në kompeticion. Ka ndikuar, po jo aq shumë sa të më hapen dyrë të mëdha. Unë për shembull mendon se nuk janë. Bashkëpunime kam pas bërë dhe më para me TikTokun, prap. Se mendoj që TikToku është një mundësi shumë herë më e mirë për goca që duan të marrin audiencë apo që duan të kenë shikueshmëri, që duan të rrisin punën e tyre, biznesin e tyre. Është për çdo lloj njeriu që të hap shumë dyer. Normalisht edhe emisioni më ka ndikuar, po prap aty. Cila është gjëja më e bukur që të ka sjell ekspozimi publik? Gjëja më e bukur? Se di. Nuk e di. Okej, ana më negative që të ka sjell. Ana negative, komentet negative. Edhe pse unë nuk ndikohem nga këto. I lexon? I lexoj edhe kënaqem kur i lexoj se themsiua prit mendja, domethënë nuk ka ju shkon mendje që thon ato lloj gjërash. Habitem. Nuk do të lë të ikësh pa na fol pak për veten, për jetën tënde personale pak. Jo shumë. Okej. Je dashuruar ti Anisa? Jo, nuk jam. As nuk dua të jem. Ua. Dashuria është gjëja më e bukur që përjeton një person. Jo, pse jo? Varet se si të vjen, po nuk mendoj që jam gati. Dua të bëj shumë gjëra para se të dashurohem. Edhe të gjej njeriu në dur normalisht. Unë mendoj se dashuria vjen kështu në moment, nuk është kur të jem gati unë të dashurohem. Çfarë të bëj unë shketa? Pas ke pas eksperiencë të keqe më duket se beson në dashuri. Nuk besoj, se edhe kam dëgjuar shumë histori tani ç'as bëjnë. Ç'a bëj? Edhe prandaj nuk besoj. Po tradhira gjëra. Po mirë, me tradhia se gjë. Ne vetë Dibraneve na thon bespreme, po nuk kemi ne. Janë meshkujt, po. Jo, meshkujt Dibran ama. Jo Dibran. Përgjithësisht ata janë, po. Tash. Me që meshkujt Dibran janë i çik besprer, ashtu siç po thua ti. Jo, nuk kam eksperiencë. Po se thash meshkujt në përgjithësi, jo vetëm ata Dibran. Çfarë krahine do mashkullina arsho? A që është që e dua verior është e sigurt. Nuk i kam marrëdhëniet e mira me jugorët. Pse? Nuk e di. Janë më të butë se ç'duhet. Jo, mi se ka edhe verior të butë. Po thjesht për shtatë më tepër me verior, një veriore me verior duhet shkoje, mendoj. Jo se ka edhe çuna të mirë jugor. Po unë veriore du. Nga cili vend i verior? S'ka rëndësi ka që të flasë me anë të theksin verior. Do me thënë pëlqen vetëm nga theksi? Po edhe kjo ka të bëj. Po edhe sjellja. Ne veriorët mendoj kemi ca parime, ca gjëra që i zbatojmë më tepër. Shumë e bukur. Unë të uroj të kesh një verior. Amin.
Po çfarë Po jo tani, më pa. Po pse S'kam nuk je qenë tani? jo. Pse jo tani? Unë dua që t'jem e plotësuar vetë si fillim, kam shumë qëllime që dua të arri, edhe pastaj aty se pastaj ta marrim mendjen duhet trisht merresh me veriorin, tu i tregu ku je, ku si je. Ku si je? Hape telefonin, mbyllë telefonin, jo po rrin kamer. Thej që kam shumë qëllime. Na thuj Po. disa qëllime dhe ëndra të paralizuara. Tani, shumicën e ëndrave që kisha kur isha e vogël i kam realizuar. Një ndër to cilat ke? Por që një nga këto qëllime është që të hap një sallon akoma më të madh. Prap te estetika, se thasha e dashuroj këtë profesion. Po për pjesën Edhe e dua të arris famës. akoma më shumë. Edhe audiencën patjetër që po mundohem që ta arris akoma më shumë, akoma më tepër. Pas ke shumë tatuazhe të Kam bukura? shumë edhe janë të gjitha me kuptim. Edhe do na e thuash tani. Patjetër. Kjo është një lule, që është lulja e muajit tetor që kam ditëlindjen e vllajit. A është emri iniciali i babit, edhe Z është iniciali i mamit, ndërsa dy fluturat janë për mua. Flutura simbolizon diçka që është e fortë, kalon diçka shumë të madhe në jetë, një transformim le të themi, pra nga një larve vogël, ajo zhndrohet në një flutur me flatra shumë të bukura dhe të veçanta që krahët e fluturave janë një në botë, domethënë një flutur nuk ka njësoj në botë, nuk i ka ngjyrat njësoj. Pastaj te dora tjetër kam Love Yourself, që është bërë një tatuazh pas diçka që un kam kaluar në jetë. Është pra si një tip reminderi që duhet tatuash veten sa më shumë, edhe Chelsea-n e Solit. Duke qenë se unë këndoj që e vogël. Ke pasion Po. dhe muzikën? Po, jam veç i thanshme. Moja nisa, ti që ke nuk e di Qa do nuk bëj, universale. Po. Po kërcimtare je? Jo, aty nuk jam mirë. Kam pas kërcy kur isha e vogël, mirë ja pjesë në për koncerte, por nuk më pëlqen të kërcej, nuk e gjej veten. Me që pas ke pasion dhe muzikën, e shikon vetë ndonjëherë në skenë duke performuar si shumë? E shikoj, por kur mendoj domethënë se si është bërë estrada tani me muzikën, nuk mendoj që ja vlen, nuk më përshtatet shumë me karakterin tim. Nuk i bëj dot ato gjëra që Anisa, tani për mbyllet kësaj bisede kaq të bukur dhe shoqërore, se diheshte që do kaloj bukur, se kam kënaqësi që kam në gotë kaq të bukur. Edhe unë kam shumë kënaqësi që je erdha këtu kënaqe realisht. Do doja një këshill për të gjithë vajzat. Tani, gjëja më kryesore është që ta dashuroni veten sa më shumë, sepse nëse nuk e doni ju veten tuaj, nuk ka njeri, nuk ka verior që nuk do ju doja. Dhe plotësojini vetes çdo gjë që ju doni, plotësoni çdo ëndër, kaloni çdo moment sa më bukur, mos u mërzisni për asgjë, as për komentet negative, edhe nëse ju shajnë, prap çdo gjë merrni në favorin tuaj. Edhe kaq. Anisa je e mrekullueshme, të falenderoj realisht shumë. Faleminderit. Të uroj shumë sukses dhe shpresoj të shikojmë në kompeticione tjera dhe pse jo me fitore. Po, inshallah. Shumë sukses edhe juve. Ju shkoj sa më mbar dhe sa më mirë dhe realisht u kënaqa shumë. Faleminderit.